cilat janë gabimet që hasen më shpesh në organizimin e eventeve sportive? Gabimi kryesor janë binjakëzimet, pasi çdo eveniment duhet të nxjerrë ftesat e kampionatit dhe ekipet pjesëmarrëse 2 ose 3 javë përpara dërgojnë të gjithë emrat e sportistëve që do marrin pjesë në kampionat. Më pas bëhen binjakëzimet që kush sportist do ndeshet me kë dhe kur të kampionati të gjithë të kenë udhëzimin e duhur dhe të shkojnë një kampionat i shkëlqyeshëm dhe në rrugën e duhur. Nuk mundet të ndodhë siç ka ndodhur që konkurrentët zgjidhen ditën e kampionatit ose zgjidhen mes trajnerëve se kush do garoj. Kjo është jo profesionale, por avash avash ne po përmirësohemi dhe ky sport po vjen dhe po zgjerohet, disiplinat luftarake po zgjerohen dita ditës dhe do ketë akoma më shumë konkurrent, akoma më shumë gara për të gjithë ne.